Allahu po tregon që të parët e muhaxhirëve dhe të parët e ensarëve, të cilët besuan dhe punuan me ato që kanë besu dhe thirrën dhe sakrifikuan, dhe pastaj ata që erdhën pas tyre dhe ata që erdhën pas tyre, walladhina ittaba'uhum bi ihsan, kushdo që i kanë ndjek ata në të mirë, radiyallahu anhum wa radu an, Allahu do të jetë i kënaqur me ta. Allahu me sahabët ishte i kënaqur, po me ata që do pasojnë rrugën e sahabëve do të jetë i kënaqur. Deri kur? Deri ka të tillë të se të pasojnë rrugën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të muhaxhirëve dhe të ansarëve. Allahu në vazhdim po thotë wa a'adda lahum jannat. Për ta Allah azza wa jall ka përgatitur xhennet, në të cilin rrjedhin lumajt. Në të cilin rrjedhin lumajt ku do të qëndrojnë për gjithmonë.